الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshit, mëshirplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 183 të surës Bakara, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është urdhëruar agjërimi ashtu siç u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat, pra të jeni të devotshëm. Për sot, inshallah, do të flasim për rreth temës frytet e devotshmërisë, takuas, sipas Kuranit të shenjtë. Qëllimi i agjerimit pra në muajin e begat Ramazanit, sipas këtij ajeti të bekuar, pra ajetit 183 të surës Bakara, është devotshmëria dhe rritja e thesareve shpirtërore në qenien e njeriut. Devotshmëri, takua, do të thotë që njeriu të mbikëqyr sjelljet dhe veprimet e tij, duke përcaktuar nëse ato sjellje, ato veprime janë burim i kënaqësisë së Allahut dhe në përputhje me urdhrin e tij apo jo. Kjo gjendje e mbikëqyrjes, e shmangjes dhe e kujdesit të vazhdueshëm quhet devotshmëri. Kur njeriu është i vetëdijshëm dhe vigjilent ndaj vetes së tij, ai do të jetë i vetëdijshëm edhe ndaj armikut të tij. Kur është i kujdesshëm ndaj djallit brenda vetes së tij, ai pra njeriu do ta njohë edhe djallin e jashtëm. Kur djalli i brendshëm i njeriu nuk mund ta dëmtojë, as djalli i jashtëm nuk mund ta kontrollojë dhe as nuk mund ta godas atë. Pra kur është i vetëdijshëm, kur është pra vigjilent, kur është i devotshëm pra. Në fund të ajetit 183 të surës Bakara, Allahu i madhruar thot që të bëheni të devotshëm, të ruheni nga të këqijat, të jeni të devotshëm. Pra, kjo do të thotë se agjerimi është një shkallë drejt devotshmërisë, takuas, dhe një mjet për ta kultivuar devotshmërinë në qenien, në zemrën dhe në shpirtin tonë. Mesazhi i muajit të begat të Ramazanit është që ne të bëhemi të devotshëm. Agjerimi pra është mjeti, ndërsa devotshmëria është qëllimi përfundimtar. Shoqëria e devotshme është një shoqëri që zgjedh me kujdes dhe me saktësi rrugën e Allahut dhe rrugën të rrugton në drejtim të Allahut pra me përpikmëri. Një shoqëri e tillë, pra shoqëria e devotshme, gëzon begatitë e pafundme të Allahut fuqiplot, e bujar në këtë botë, fiton dinjitet, fiton forcë
në jetën e saj dhe frymëzohet nga Allahu i plotfuqishëm me dituri, me njohuri, me zhvillim në këtë jetë. Shoqëria që ecën në rrugën e devotshmërisë është një shoqëri e shëndetshme, e mbushur me dashuri, me respekt, me paqë. Është një shoqëri e përforcuar nga bashkëpunimi me mirësi, me devotshmëri, dhe është e përforcuar me mbështetje mes antarëve të saj. Sepse nëse antarët e saj janë të devotshëm, padyshim që do të bashkëpunojnë me njëri tjetrin me devotshmëri dhe do ta përkrahin, ta mbështesin njëri tjetrin me devotshmëri. Devotshmëria është qelësi i lumturisë si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Njerëzit e humbur të cilët ankohen për lloje të ndryshme vuajtjesh dhe vështirësish, qoftë personale apo shoqërore, ata paguajnë çmimin e mungesës së devotshmërisë, të pakujdesisë, të mospërfilljes dhe të fundosjes së tyre në knetën e dëshirave dhe të qefeve e pshore. Devotshmëria është këshilla e parë dhe e fundit e të gjithë profetëve dhe të dërguarve të Allahut fuqiplot. Në shumë sure të Kuranit lexojmë se kur profetët, paqja qoftë mbi ta, u drejtoheshin njerëzve, këshilla e parë e tyre ishte devotshmëria, at-taqwa. Gjithmonë thoni taqullah, taqullah. Pra friksojnë e Allahut, jeni të devotshëm ndaj Allahut. Në ajetin 131 të surës Nisa, Allahu i madhruar thot: "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqillah." Pra, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Ne i kemi porositur ata që u është shpallur libri para jush, edhe juve, friksojni Allahut, pra jeni të devotshëm. Aty ku ekziston devotshmëria, aty ekziston edhe udhëzimi i Allahut fuqiplot. Aty ku mungon devotshmëria, aty mungon udhëzimi i Allahut. Dhe aty sundon shturja, devijimi, padrejtësia dhe çdo e keqe e dëmshme dhe shkatërruese pra. Në çdo vend pra ku nuk gjendet devotshmëria. Agjërimi është një hyrje dhe përgatitje për devotshmërinë. Kurani i shenjtë është libri i udhëzimit në atë që është më e mira. Kurani është sqarues, ndriçues dhe udhërrëfyes. Ai na flet shumë qartë edhe për frytet e devotshmërisë. Sipas Kuranit të shenjtë, për fryteve të devotshmërisë janë: i pari, fryti i parë, shpëtimi në ditën e gjykimit. Në ajetin 65 të surës Maida, Allahu i madhruar thot: "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqu lakafarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im." Sikur idhëtarët e librit të besonin dhe të ruheshin nga mëkatet, pra të ishin të devotshëm në këtë jetë, ne do t'u falnim mëkatet dhe do t'i fusnim në kopshtet e begatshme, pra në xhenet. Agjërimi pra është një rrugë drejt devotshmërisë, e cila pra siguron faljen e mëkateve dhe hyrjen në xhenet. Fryti i dytë
Devotshmëria është qëllimi i adhurimit. Në ajetin 21 të surës Bekara, Allahu i madhruar thot: Ja ayuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj që ju ka krijuar ju dhe ata para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra devotshmëria është objektivi përfundimtar i të gjitha adhurimeve, përfshi këtu pra edhe agjerimin, i cili pastron shpirtin dhe zemrën nga ndotjet e epsheve dhe nga çdo e keqe. Fryti i tretë i devotshmërisë është lajmi i mirë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Në ajetet 63-64 të surës Yunus, Allahu i madhruar thot: Alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ata që besojnë dhe ruhen, pra janë të devotshëm, ruhen nga mëkatet, do të kenë lajme të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Nga këto dy ajete të bekuara, pra kuptojmë se devotshmëria sjell gëzim dhe bekime në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Fryti i katërt, pranimi i veprave të mira. Këtë e dëshmon ajeti 27 i surës Maide, në të cilin Allahu i madhruar thot: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu pranon veprat vetëm nga të devotshmit. Pra ky ajet i begat na thot se pranimi i adhurimeve dhe veprave të mira varet nga niveli i devotshmërisë. Ashtu siç është pra devotshmëria edhe etaloni i të qenit më i mirë tek Allahu i madhruar. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Më i miri, më i nderuari ndër ju tek Allahu është ai që është më i devotshmi. Nuk është ai që ka më shumë pasuri, nuk është ai që ka më shumë pushtet, por është ai pra më i miri, më i nderuari ndër ne, pra tek Allahu është ai që është më i devotshmi. Fryti i pestë, ndihma dhe mbështetja e Allahut. Në ajetet 2 dhe 3 të surës Talaq, Allahu i madhruar thot: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ati që i friksohet Allahut, pra që është i devotshëm, ai, pra Allahu do t'i gjej rrugdalje nga çdo vështirësi dhe do t'i jap furnizim për nga nuk e pret. Pra ky njeriu i devotshëm, pra gjithmonë ka në anë ndihmën e Allahut dhe mbështetjen e Allahut fuqiplot. Nga këto dy ajete mësojmë se devotshmëria tërheq kujdesin e Allahut, duke i siguruar njeriu zgjidhje për problemet dhe vështirësitë dhe e furnizon me furnizim të bollshëm nga nuk e pret njeriu, në kohën që nuk e pret, apo në vendin që nuk e pret. Fryti i gjashtë i devotshmërisë, dashuria e Allahut, përkrahja, mbrojtja dhe fitoria. Në ajetin 128 të surës Nahl, Allahu i madhruar thot: Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Vërtet, Allahu është me ata që janë të devotshëm dhe që janë punë mirë. Ndërsa në ajetin 76 të surës Ali Imran, Allahu i madhruar thot: Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Jo, por kushdo që plotson premtimin e tij dhe ruhet nga të këqijat, pra është i devotshëm, ta di se Allahu me të vërtet i do ata që janë pra të devotshëm. A ka më mrekullim? Që
që të fitosh dashurinë e Allahut. Fryti i 7, shpëtimi nga zjarri dhe kënaqësia në xhennet. Në ajetin 61 të surës Zumar, Allahu i madhruar thot: "Wa yunajji Allahu alladhina ittaqu bimafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun." Por Allahu do t'i shpëtoj ata që janë të ruajtur, ata të devotshmit. Prandaj dhe që kanë bërë të mira, prandaj ata nuk do t'i prek e keqja dhe as nuk do të pikëllohen, pra do t'jenë të shpëtuar. Të devotshëm pra do t'jenë të shpëtuar. Ndërsa në ajetin 73 të surës Zumar, Allahu i madhruar thot: "Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin." Ndërsa ata që i janë friksuar Zotit të tyre, pra kanë qenë të devotshëm në këtë jetë, do të qohen grupe në xhennet. Kur t'i afrohen atij pra xhennetit, dyert e tij do të hapen, erojtarët e tij do t'u thonë atyre pra: "Paqja qoftë mbi ju, selamun aleikum. Ju keni qenë njerëz të mirë, prandaj hyni në të dhe qëndroni përgjithmonë në xhennet." Pra. Fryti i 8 është shpëtimi nga vështirësitë e ditës së Kiametit. Të gjithë pra dëshirojmë që ne të jemi të shpëtuar nga vështirësitë e asaj dite, sepse askënd nuk do të kemi pranë atë ditë. As prindër, as fëmijë, as bashkëshorte, as shokë, as miq, as gjë, dhe askënd nuk do kemi pra nesh në ditën e Kiametit. Do të jemi vetëm ne dhe veprat tona. Allahu pra na urdhëron që të jemi të devotshëm, të ruajtur nga të këqijat në këtë jetë, me qëllim që të shpëtojmë nga vështirësitë në jetën tjetër. Në ajetin 35 të surës Araf, Allahu i madhruar thot: "Faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alehim wala hum yahzanun." Ata që ruhen nga të këqijat, pra janë të devotshëm dhe kryen vepra të mira, nuk do të friksohen e as nuk do të pikëllohen atë ditë. Këto pra të dashur vëllezër dhe motra ishin 8 prej fryteve madhështore të devotshmërisë. Agjerimi pra nuk është thjesht një praktikë fizike, por siç e tham, agjerimi është një mjet për të arritur devotshmërinë. Dhe devotshmëria hap dyert e shpëtimit, dyert e bekimeve, dyert e mbështetjes së Allahut, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Prandaj, dhe të përpiqemi që të jemi të devotshëm në këtë jetë. Sa bukur na porosit Allahu fuqiplot në librin e tij të shenjtë, në Kur'an, dhe pikërisht në ajetin 18 të surës Hashr, dhe na thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." O ju që keni besuar, friksojuni Allahut, jini të devotshëm, dhe çdo njeri të shikoj se çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Nesërmen kur të dalim para Allahut. Kijeni frikë Allahun, sepse ai pra Allahu di çdo gjë që bëni ju. Asgjë nuk ju fshihet Allahut.
Gjithçka është e shënuar. Gjithçka është e regjistruar. Dhe gjithçka do ta shohim nesër kur të na jepet libri i veprave tona. Qofshin për atyre që u jepet libri nga e djathta, qofshin prej të devotshmëve në këtë jetë dhe prej banorëve të xhennetit në jetën tjetër. Allahu na e pranoft të gjithëve agjërimin dhe na e mundsoft që me anë të këtij agjërimi të arrijmë në gradën e takuas të devotshmërisë. Allahu ju ruaj, ju bekoft, ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qoftë me ju.